Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari vijon të thumboj me postimet në rrjetet sociale qoftë Sali Berishën ashtu edhe kryeministrin Edi Rama. Kokalari e konsideron si një analogji të shkëlqyer bufin, epitetin që Rama ja vendosi Berishës. Harxhon tjetrit $300 milion për arkitektin e fitores së Trumpit. Dhe Rama vë në punë Zahon të gjejë analogjinë e radhës dhe godet aq ashpër sa dhe arkitekti imagjinari fitores së Trumpit nuk arrin ta çbëj stigmën therrëse që sjell bufi i Moçalit. Shkruan Kokalari, postimi i plot. Bufi ishte analogji e shkëlqyer, bufi ngjiti, harxhon tjetrit $300 milion për arkitektin e fitores së Trump dhe Rama vë në punë Zahon ta gjejë analogjinë e radhës dhe godet aq ashpër sa dhe arkitekti imagjinari fitores së Trumpit nuk arrin ta çbëj stigmën therrëse që sjell bufi i Moçalit. Kulmi i kësaj tragjedie në fakt është fakti që bufi ngjiti nga goja e Ramës, një tjetër krijesë po të njëjtit Moçal. Interesant ky proces vetpastrimi. Luftë për Moçalin është në fakt veç përpara Shqipëria madhështore, veç përpara